Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar, nësë Allahun Jalla wa Ala që t'jeni mirë e rahat, nësë Allahun Tabarak wa Ta'ala që të gjithët na ka plej Zoti Jalla wa Ala me rahmetin e me falën e Tij. Jemi në ditë të mëdha, andaj dëshirova që përmes një audio injizimi që dërgoj disa dobi, mirësi dhe rikujtime që lusë Allah Gjelle Wala të në bën dobi me to në dunja në ahiret. Sot është dita e parë e muajit Dhul Hijja dhe pa dyshim se për neve si musliman kjo do të shumë. Nga se fillimi i muajit Dhul Hijja për neve shënon hyrjen në ditët më të mëdha dhe më të dashura tek Allahu te barek o teala. Për vlerën e Dhul Hijjës, për rëndësinë e ditëve të Dhul Hijjës është fol shpesh herë dhe çdo vit elhamdulillah, hoxhallarët, po dhe besimtarët rikujtojnë me zvete, me hadithe, me udhëzime, me mënyra të ndryshme të shfrytëzimit të këtyre ditëve që elhamdulillah, domethënë bëhet një rikujtim besoj i dobishëm dhe i rëndësishëm dhe interesant. Duke pas parasysh se ne si njerëz kemi nevojë për rikujtime të vazhdueshme, sikur se Allahu xhallahu ala thotë wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Rikujton nga se rikujtimi i dobi besimtarëve. Duke nisur nga ky parim dhe nga parimi që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dinu nasiha. Feja është një lloj këshillimi i pastër i qiltërt i besimtarëve mes vete, desha që t'i them disa fjalë lidhe me këtë çështje. Edhe pse sikur që përmenda kam folur për këtë temë në raste të ndryshme, në tema të ndryshme, por besoj që kjo tjetë edhe një shtim apo një pasurim lidhe me këtë temë të madhe. Se për këtë vlerës së madhe që kanë këtë ditë, besoj që të gjithë tashmë e kemi të qartë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka folur për këtë ditë. Para kësaj Allahu te barek o teala është betuar në këtë ditë ku sipas shumicës së dietarëve të tafsirit, betimi i Allahut në surën Fajr, wa layalin ashar, betom në 10 netet, shumica dërmuese e dietarëve konsiderojnë se ky betim i Allahut te barek o teala është në lidhje me 10 ditët e Dhul Hijjës. Kur Allahu xhallahu ala betohet në diçka, padyshim se kjo për neve është shumë domethënëse, tregon shumë për neve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur për vlerën e këtyre ditëve. Dua që të ndalem te një hadith i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili konsideroj se ka shumë rëndësi dhe shumë domethënie të mëdha që dalin nga kjo porosi e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Muhamedi alayhi salatu wasalam kur ka folur për 10 ditëshin e parë të muajit Dhul Hijja, ka thënë se nuk ka ditë ku vepra e mirë te Allahu është më e dashur se në këto 10 ditë të para të muajit Dhul Hijja. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thanë: "O i dërguari i Allahut, as xhihadi në rrugën e Allahut, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as xhihadi në rrugën e Allahut, përveç njeriu i cili del në rrugën e Allahut me shpirtin e tij e me pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asgjë nga këto." Domethënë, njeriu që jep edhe shpirtin e keq ka nga pasuria në rrugën e Allahut, kjo është një gjendje domethënë e jashtëzakonshme, përjashtim. Përndryshe, në tjera rrethana, vepra e mirë në këto 10 ditë është më e mirë dhe më e dashur tek Allahu xhallahu ala se në çdo ditë tjetër. Ajo që të bën përshtypje në këtë hadith të nderuar është fillimisht vlera normal dhe inkurajimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për punë të mira, mirë po ajo që ndoshta kisha pasur munduar të është fjala e habbu ila Allah, më e dashur tek Allahu te barek o teala. Ka hadithe ku flitet se për shembull kjo punë është te Allah më e shpërblyer, më e pranuar e kështu me radhë, ndërsa inkurajimi për këto 10 ditë është bërë mbi bazën e dashurisë. Domethënë, Allahu i dën më shumti. E dashuria e Allahut te barek o teala padyshim se për ne si besimtar dhe besimtare normal është diçka shumë specifike dhe shumë e veçantë. Nëse Allahu e don një punë, nga treguesi se ne e dojmë Allahun te barek o teala është ta dojmë atë punë që Allahu e don. Dhe të sillemi në ato punë apo kashi atyre punëve apo në ato ditë që Allahu i don, sipas asaj që Allahu xhallahu është i kënaqur dhe e don. Prandaj shikoni këtë inkurajim kaq të këndshëm, kaq të mirë që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këto ditë përmes dashurisë, përmes asaj që Allahu xhallahu ala e don. Prandaj ata që Allahun e dojnë dhe ata që dojnë atë që Allahu e don, padyshim se në këto 10 ditë mundohen që të kenë një angazhim më specifik, më të veçantë
dhe më të shtuar normalisht tërkën përputhje dhe në pajtim me dashurinë e Allahut te barekuta. A don Allahu xhalla xhelalu, atëria është tash mundësia ti tregosh Allahut sa e don. Me që o ti Zoti jon, më së shumti punën e mirë e don këto ditë, unë do të mundom që në këto ditë jem shumë më vepërmir sa që kam qenë në ditët e tjera të rëndomta. Dhe gjithashtu të nderuar, nga mundësitë e mëdha që i kemi këto 10 ditë është që ta largojmë nga zemrat tona, nga mendjet tona, pluhurin që ka rasi pasoj e gafletit. Shikoni për shembull njerëzit këto 10 ditë si janë. Për dallim nga 10 ditë e fundit të muajit Ramazan. Edhe pse dietar kanë mos pajtim rreth mbi vlerësimit të ditëve njëra me tjetrën. A janë më të vlefshme 10 ditë e fundit të Ramazanit apo 10 ditë e para të Dhulhijhes? Pavarësisht diskutimeve, jep me kuptues se këto ditë sa janë të rëndësishme dhe sa janë të vlefshme, meq kanë hyrë në domethënë një lloj matje për vlerën me 10 ditë e fundit të Ramazanit. Njerëz në 10 ditë e fundit të Ramazanit rrinë natën pa gjumë. Shikoni mbushën xhamiat për namaz natë. Shtohet sadakaja, shtohen punë të mira e kështu me radhë, për shkak se njerëzit dinë 10 ditë e fundit. E 10 ditë e para e shohim domosdoshmë që është dallim shumë i madh. Jo dallim i vogël, por dallim shumë i madh. Që më kuptues se realisht për këto ditë ka shumë mosnjori. Ka shumë huti, habi, gaflet. Dhe ne e dim se çfarë rëndësie dhe çfarë peshe tek Allahu te barekuta ka ku një rob tregohet i vëmendshëm, i kujdesshëm në adhurimin e Allahut azza wa jalla në kohrat e gafletit, në kohrat e hutis. Prandaj sa ka lavdru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata që kapën për fenë Allahut në kohën kur njerëzit e lëshojnë. Sa për shembull ka vlera namazi i natës, pse? Për shkak se të tjerë flen e dikush për hir të Allahut zgjohet. Sa ka vlerë për shembull përmendja e Allahut në vende ku të tjerë habitën e Allahut nuk e përmendin. Prandaj edhe kjo është një mundësi e madhe që të tregojmë se përkundër, domethënë gafletit, përkundër zhvendosjes, përkundër habisë së madhe që mbretëron, ne jemi të vëmendshëm, jemi të kujdesshëm. Dashuria ndaj Allahut te barekuta e zgjon besimtarin dhe besimtarin nga gjumi, e bën të vëmendshëm, të kujdesshëm. Prandaj edhe ibadeti i kujdesit, ibadeti i vëmendjes, largimi i gafletit është padyshim një mundësi e madhe që mund të bëhet në këto 10 ditë e para të Dhulhijhes. Prandaj ta bëjmë fuqishëm këtë largim të gafletit. Jo një largim formal, por le të vret me të vërtet, dukshëm le të vret refuzimi i gafletit, hudhja anash e gafletit, e hutis, e habis dhe të dëshmojmë vetdijen tonë, të dëshmojmë kuptimin e thellë të fesë tonë, duke qenë të angazhuar, duke qenë të preokupuar me adhurime të shumta në këto 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe. Dhe e treta që dua të përmendni të nderuar ka të bëjë me emëruesin e përbashkët e të gjitha adhurimeve që i bëjmë në këto 10 ditë. Padyshim se sa i përket çfarë të bëjmë këto 10 ditë, mendoj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmbledhur në fjalën el amalu salih, vepra e mirë. Do të thonë, çka do që është vepër e mirë, që Allahu te barekuhu teala e konsideron të mirë, e që e mirë është vepra e sinqertë, edhe ajo që është në përputhje me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që është në përputhje me udhëzimet e shariatit, është vepër e mirë. Andaj çdo vepër e mirë, çfarë do qoftë ajo, është e rëndësishme që të bëhet në këto 10 ditë. Normalisht duke pasur parasysh renditjen, obligimet, mas pari, pastaj vullnetarët, pastaj domethënë edhe në kuadër të obligimeve ka një lloj renditje, një lloj kategorizimi, edhe tek nafilet ka një lloj kategorizimi. Prandaj të përfshim tërë qenien tonë adhurime, jo vetëm aspektet formale, por edhe aspektin e brendshëm të zemrës, të përjetimit. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Më e rëndësishmja është, domethënë, adhurimi i zemrës. Prandaj edhe desha të them se emëruesi i përbashkët i të gjitha përpjekjeve tona, i të gjitha angazhimeve tona në këto 10 ditë është madhërimi i Allahut te barekuta. Do thotë, shikoni sa bukur janë gjërat. Motivi, shtytësi është dashuria, ndërsa epilogu përfundimtar dhe emëruesi i përbashkët është i adhurimeve tona, i përpjekjeve tona është madhërimi i Allahut te barekuta. Allahun ta mandojmë të shtohet në zemrat tona madhërimi i Allahut te barekuta. Madhërimi i cili e ngjall zemrën, e ngrit zemrën, e afron tek Allahu te barekuta. Madhërimi i cili na bën që me të vërtetë ti inkuadrojmë jetën tonë temat e mëdha që Allahu xhallahu ala ka kërkuar nga ne. Prandaj madhërimi i cili na bën që jeta jon, prioritetet tona, angazhimet tona, tëra që ne bëjmë këtë jetë të jetë në përputhje me rëndësinë
edhe prioritetet që Allahu te barekote i ka vendosur në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. E kemi një mundësi të një riorganizimi të veteve tona. E kemi një mundësi të një rikëndellje me të vërtetë që të shtyrë dhe të nxitur nga dashuria për Allahun xhallahu ala dhe duke ja mësuar madhrimin e Allahut te barekote ta bëjmë këtë rifreskim, ta bëjmë këtë riorganizim, ta bëjmë këtë rikëndellje që me të vërtetë është shumë e rëndësishme. Prandaj të nderuar, le të mbetet synimi jon kjo që e përmenda, e i cili arrihet padyshim me intensitetin e punëve tona të mira, pavarësisht a ka të bëjë me punë të zemrës, me fjalë të gjuhës apo edhe me punë të gjymtyrëve. Prandaj edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në këto 10 ditë të shtojmë sa më tepër kemi mundësi 3 ibadete madhore që të gjitha këto realisht i shërbejnë madhrimit të Allahut te barekote. Et-tehlil, la ilaha illa Allah, et-tahmid, elhamdulillah, edhe tekbir duke thënë Allahu akbar. Në këto ditë këndohet shumë tekbiri. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahi alhamd. E forma tjera të tekbireve që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me rëndësi që të bëjmë tekbire, të këndojmë në shtëpitë tona, në vendet tona, ku do të jemi, në vetët tona ku ne duke ecur rrugës, që në vazhdimsi të mbetet lidhje me zgjuhës së zemrës, duke madhnuar Allahun te barekote, duke ngritur emrin e tij dhe duke dëshmuar për kushtimin ton dhe kthimin ton ka Allahu te bareke ve taala. Prandaj lut Allahun e manduar që Zoti xhelal xhelalu në këto 10 ditë na jap hajër e bereqet e shëndet. Dhe padyshim se ajo që duhet ta përfundojmë të është gjatë tërë kohës së në adhurime, të përjetojmë dy realitete të mëdha. Dy realitete të mëdha të përjetojmë domosdoshmërisht, nga sa është shumë e rëndësishme të nderuar vëllezër dhe motra, padyshim se kanë dëgjuar këtë injizim. E para është, domthonë ne sikur se përmenda, pasi që kemi kuptuar se motivi është dashuria, shtytja është dashuria, ndërsa arritja është madhnimi dhe ngritja, e që këto padyshim se kanë lidhje mes veti. Madhrimi ndaj Allahut dhe dashuria ndaj Allahut kanë lidhje të ngushtë mes veti, nga se dashuria e ushqen madhrimin dhe madhrimi e ushqen dhe shton dashurinë ndaj Allahut te barekote. Prandaj në përpjekje për të arritur këto dyja dhe për të shtuar këto dyja, realisht mund t'ia shtojmë edhe dy elemente të rëndësishme që ndihmojnë shumë në këtë aspekt, e që duhet të kemi parasysh vazhdimisht në përjetimin ton dhe në ndjenjat tona gjatë çdo adhurime dhe gjatë çdo angazhimi që e bëjmë në këto 10 ditë e para të muajit Dhul Hijhe. E para është ta përjetojmë me të vërtetë një fakt të pamohshëm, ai është kujdesi i Allahut xhalla xhelalu për pastrimin ton, kujdesi i Allahut te barekote për shkarkimin nga mëkatet dhe ngritjen tonë tek Allahu te barekote. Duke mundsuar që të kalojmë kohë pas kohe në këto kohra kaq të vlefshme, duke na mundsuar që me pak të arrijmë shumë, e që të gjitha këto janë në shërbim të pastrimit, që të gjitha këto janë në shërbim të afrimit me Allahun te barekote, nga sa më të pastërt jemi, aq më të afërt me Allahun te barekote jemi. Prandaj shikoni, këto janë shenja të qarta se Allahu po don që ne të afrohemi tek Ai. Ai po don që të largohen pengesat mes neve dhe mes Tij. Dhe ky kujdes i Allahut për të qenë në afër me të, dhe ky kujdes i Allahut për të larguar barrierat dhe pengesat që qëndrojnë mes neve dhe Tij, padyshim se nuk do të më kalu pa vret nga ana besimtare, nuk do të më kalu pa vret. Vrej këto kujdese, vrej këtë kujdes të Allahu xhallahu ndaj teje se sa bukur Allahu te barekote po kujdeset që ti t'jesh më afër Tij. E sa më afër Tij, më larg rreziqeve je, më larg dënimit je, më afër pasaj mëshirës dhe shpëlimit të Tij. Dhe e dyta që duhet me vret padyshim është edhe kujdesi i Allahut për të na shtuar vlerën tonë tek Ai me shpërblime dhe me grada të ndryshme. Duke na mundsuar që në 10 ditë për shembull të arrihet diçka shumë e madhe, me pak ibadet, me pak angazhim, por të fitojmë shumë tek Allahu te barekote. Prandaj këto dy janë shumë rëndësi. Kujdesi i Allahut për të afruar tek Ai dhe kujdesi i Allahut për të na shtuar vlerën, ndërsa realisht armiqt në krye me shejtanin çfarë synimi kanë? Të na largojnë nga Allahu dhe të na humbin vlerën si njerëz. Kështu që të nderuar vëllezër dhe motra, sa më afër Allahut jemi, aq më të vlefshëm jemi. Dhe sa më larg Allahut jemi, aq më të pavlefshëm jemi. Për këtë arsye, këto janë ditë që ja rikthejmë vetes tonë edhe dinjitetin tonë, e vlerën tonë, e rëndësinë tonë dhe mundsojmë përmes këtyre adhurimeve të ngritemi tek Allahu te bareke ve taala. Dashuria dhe madhrimi, kujdesi për afrimin dhe shpërblimin le të mbeten padyshim adresa të rëndësishme në udhëtimin tonë në këto 10 ditë e para të muajit Dhul Hijhe. Allah na dhash sukses, na dhash Allah bereqet. Kudo që jemi, në çfarë do vendi që jemi,
Allah na mundësof që të ngritemi tek Ai, të afrohemi tek Ai, të jemi të pastër, me zemra të pastërta, me gjuhë të pastërta, afër Allahut te barekuhu teala, në mëshirën e Tij, tek falja e Tij, larg hirnimit të Allahu xhalla wala, larg dënimit të Allahu te barekuhu teala. Na shtoft Allah vlerën në dunjë e në ahiret, e na mundësof që vlera jon të jetë me të vërtetë sebeb për shku në firdausin e Allahut tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e tek burrat e mirë, e tek gratat e devotshme që kanë qenë në dunjë e kanë shkuar në ahiret. Zoti ruajt, Allah i shpërbleft, paqi, sukses, shëndet e bereqet kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.